teknologjia sot që jetojmë në vitin 2026 ka arritur kulmin maksimal që të ndërtoj ato që ne i themi robotët humanoid, domethënë robot prototip njëri të ngjashëm me jo, të cilët janë ato lloj robotësh që komunikojnë si njerëzit, bëjnë mimika të ndryshme si njerëzit etj. Në raport me të tjerat. Nëse do prekim sektorin e parë që është profili mjekësor i mjekësisë, sot domethënë nuk mund krahasoj mjekësinë e para 20 viteve apo sistemin shëndetësor si para 20 vjetësh me sistemin e sotëm, sepse sot fal teknologjisë dhe inteligjencës artificiale janë krijuar aparatura mjekësore, të cilët janë dhe software diagnostikues, të cilët janë shumë të saktë, parashikojnë problematikat, trajtojnë shumë shpejt, diagnostikojnë për një kohë shumë shpejt, kirurgjitë sot realizohen në vendet potenciale, domethënë realizohen në anë sistemeve robotike, kjo përshpejton kohën e realizimit, performimit të kirurgjisë,